sepse zyrtarizon një friksion, zyrtarizon një ndarje. Mund të qëndroj si logjik, por unë mendoj që kjo më shumë përpiqet ta shuaj atë luftën, përpiqet të standardizoj një formë të re të mbrojtjes së gazetarëve që janë pretendohet që kanë qenë një grup i marginalizuar në thonjza, sa i takon mënyrës se si shpeshherë janë atakuar nga politikanët dhe atë dhe qasjen se si sot e prezantoi edhe ministri, që tha kjo vjen për konsolidimin e shtetit të së drejtës, kjo vjen për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe kjo vjen si një direktiv, pra një farë mënyre, e drejt për drejt e Bashkimit Evropian për të çuar përpara për afrimin e legjislacionit të plot, që do të thotë në kohën kur unë punoja në administratë publike dhe bënim për afrim legjislacioni ka qenë për afrim i pjesëshëm. Tani po flasim për afrim të plot të legjislacionit dhe këtu nëse e shikojmë në plan, nuk ka më marrë zgabime, sepse këtu flasim për afrim të këtij ligji me 7 direktiva të Bashkimit Evropian, të cilat u cituan edhe nga ministri në fjalë, që do të thotë, nga vetë Bashkimi Evropian ty të imponohet një farë mënyre që ti ta zbusësh qoftë ligjin paraprak edhe të proteksionit, por nga ana tjetër ty të duhet sot të bëhesh mbrojtës i kategorisë, pra këtu e kategorizojmë grupin e gazetarëve, që do thotë ne nuk i mbrojmë të gjithë me këtë ligj që fusim në fuqi, por do të ndërtojmë një po themi agent, ku do të futet regjistri i gazetarëve. Dhe ajo lufta që citon ti mund të dalit tek ana tjetër, pra kur ti e fut në fuqi dhe ti ndërton një regjistër, këtu ti është gracka e të bërit diskriminues në mënyrën se si do ta mbrosh gazetarin që është po themi me rregulla dhe punon me rregulla të mirëqëna, një farë mënyrë, dhe na del një problem tjetër ligjor, që ta them në një moment pak më vonë. Këtu ti mbron ata që janë ligjërisht me kontratë, punojnë brenda një institucioni, po themi të medias. Por ke këto gazetarët e tjerë të vetë shpallur dhe citoi shumë bukur zonja përpara, që tha ne gazetarët nuk i kemi as standardizuar si kategori me ligj, që kush është gazetari dhe si duhet përfaqësuar. Pra ka gazetarë të vetë shpallur. Ajo çapo diskutonim sot në redaksi është e ushtrojnë de facto. Ajo që diskutonim sot në redaksi është a quhet gazetar, se për shembull një gazetar im thotë djeshëm të shtunën ishim protestë. Dhe për shkak të zhvillimit të protestës unë u distancova nga operatori. Mua mu mos sulmojnë, po mund sulmojnë operatorën. A quhet dhe operatori gazetar? Kjo është ashtu. Kjo kategori, qoftë operatori, qoftë analist, duhen të gjithë, prandaj botërisht qoftë artikull shkrues, apo i aktivistit shoqërisë operatori, botërisht është nga më të rëndësishmit operator. Ja, sa ta përfundoj. Të gjithë këto kategori nuk përfshihen në këtë ligj. Pra dhe aktivisti dhe shoqëria civile dhe ne si analistë që vim në studio, të gjithë ne jemi prone, thuhet, pra jemi të ekspozuar ndaj faktit që në një moment caktuar mund të na çojnë në penet, na ndjekin penalisht për një gjë që konsiderohet shpifje. Pastaj elementi i dytë është kategoria, dalim te kategoria, çfarë është shpifja? Okej. Dhe kush është në vetvete, si do ta përkufizojmë ne këtë dhe ku është limiti mes asaj që quhet shpifje dhe asaj që nuk quhet shpifje? Me thënë vërtetë Arseda, nëse gazetar themi në thojza me përvojë, quheni si doni, ne e dim çfarë është e vërteta deri diku dhe çfarë është e gënjeshtra. Pra nëse unë them që Edi Ramën do ta marrin me 20 janar sa shushi verdikt në Amerikë dhe nuk dihet do kthehet apo s'do kthehet, sigurisht kjo është jo vetëm që është gënjeshtër, por është një shpifje banale. Jo, nuk po e kjo nuk është shpifje vëlla. Shpifje. Kjo është çmenduri. Me jo në rregull. Kjo është shpifje. Tu pyetja më e madhe. Kurse opinioni është i lirë. Ti, unë, Kroku, Flogerti, Prisja, ne jemi të lirë të shprehim opinionet tona dhe themi na pëlqen qeveria, na pëlqen opozita dhe ti pos deshe na dëgjosh në trokanal. Sot Arjan Çani e ka pas burra, të pëlqen mua në trokanal. Po ka një limit në çdo gjë, dakor, ti ke mendim kundër, je kundra qeverisë, po je edhe kundra opozitës, nuk ka rëndësi bindja jote. Ç'është ajo që ka një limit edhe në retorikë, edhe një analist që del ka përgjegjësi publike për atë të vërtetën e tij dhe për atë që ai thot. Për atë që thot atë të vërtetën. Për atë që thot të bazuar tek e vërteta. Se nëse ti flet brot shkulla dhe kjo nuk ka, isha në një debat, në një diskutim me një djalë aktivist
Dhe më thoshte që për ligjin e barazisë gjinore nuk është i mbështetur dhe ngulte këmbë që nuk është i mbështetur në direktivat Bashkimit Evropian. I thash zotri, unë jam kompetente e kësaj gjëje, unë jam ekspert i integrimit evropian, unë kam punuar me këtë dhe unë e di dhe ti them dhe direktivat mbi të cilat mbështetet. Ai nuk ka shpifur. Ai thjesht ka treguar që është ignorant. Jo vetëm ignorancë, po është dhe dashakësi, sepse ai edhe mund ta shpitur dhe del dhe do e reklamon. Në qoftë ai të kriminalizon ty me akuza penale, atëherë ai shpif. Po në qoftë ai tregon që është ignorant, s'ka problem. Ignoranca nga dashakësia, një fill i holli ndan. Ajo deklarata 20 janarit është një deklaratë që sill pasoja deri në destabilitet, po për kryeministrin. Dakor, po them kur thot nuk është kështu ligji, Profesioni i gazetarit është një profesion i spikatur. Ti nuk është një person normal, ta bën mikrofonin në gojë në rrugë dhe çështjen e ligjit të barazisë gjinore, ajo ishte duhet parë dhe ajo. Edhe ajo duhet parë, po ideja është më ti nuk se atje na u tha që do binte në një orë caktuar tërmet nga i media. Dhe po ta shifshe dhe e di qëna tregtare kanë pas momente ankthi një. E di çfarë i kam thënë, Sokol, do t'rregoj vetëm një episod. Po ti futemi pastaj Covidit. Ishte aq e tmerrshme, Sokol. Më fal. Unë bëra një Covidi është një gjë tërmeti tjetër. Bëra një artikull se çdo gazetar, edhe ai më amatori që nis nesër punën, e di shumë që ka një gjë që nuk është shpikur, dy gjëra që janë shpik akoma. Ilaçi kundër kancerit dhe mekanizmi si të parashikohet tërmeti. Më fal, dhe unë, Sokol, nga i tmerri atë natshëm, bëj një lajm te ai portali Modest dhe them që ato që thua ti, që nuk parashikohen tërmetet, qetësoni, dhe pash që isha vetëm unë edhe 2-3 tjerë, 3 dritat ndezura, dhe i them si me shoqe. Ana i them, dalim, jetë shmëndur, tha, do ikim nesër në punë, tha, vazhdo, tha, se nuk parashikohet tërmeti. Ore dhe shumë, mos do vdesim vetëm në të mënshrit dhe gjithë budallin do shpëtojnë ata që ikën dhe besuan. Jo, ata se budallë, për ideja është... Jo, pra jo, ishte mekanizmi që përdoret... Ishte shakaja, pra. Kjo është roli Ishte shakaja, pra, të vërtetën time, nuk e besuan sepse njeriu është i predispozuar të friket. Dhe ndaj atit dhe atyre që bën atë që bën, që mund ndodhet merrja të natë, është ose ignoranca, ose dashakeqësia, ose dezinformimi. Tani jemi në 3 pika. Dhe do të thoja edhe një gjë, të lutem, që ta mbyll logjikën se ajo që ndodhi sot me këtë unionin e gazetarëve dhe me përfaqësimin e tyre që dolën dhe folën, hap një problematik shumë më të madhe akoma, që edhe kjo do dojë ndryshime ligjore dhe për afrim me direktivat e Bashkimit Evropian, që është kushtet e punës të gazetarëve, mënyra si ato punësohen, kontratat e punës, çështjet financiare, të gjitha këto, mbrojtja që i bëhet dhe ushtrimi i profesionit të tyre që duhet jetë de facto, pra duhet jetë institucionalizuar. Dhe dalim te një problem tjetër tani, që ky ligj jo vetëm që i kategorizon gazetarët, jo vetëm që ngre një diskriminim të brendshëm që mund të çojë te kjo lufta brenda llojit, por nga ana tjetër na çon për ta adresuar një problematik tjetër që është akoma dhe më e madhe, që është institucionalizimi i profesionit të gazetarit. Pra, ndoshta edhe mund të themi edhe ndoshta edhe puna. Se ka gjithë bota e ka këtë siklet edhe se ka zgjidhur prej dyshekut. Mund të bëhet vullime ligjore. Është një eksperiencë e tërë. Është një fjalë. Jo, askush nuk ka ligj. Askush nuk ka ligj. Vështira, askush nuk ka ligj për gazetar. Po betimin nuk ka ligj për gazetar. Dhe këtu kanë ngecur të gjithë. E ka Italia, por është nga të pakta. Po, s'ka ligj për gazetar. Është nga të pakta që ka urën e gazetarit. Dhe këtu gabojnë pastaj se jemi kushtet e punës, po kushtet e punës si është? Ti tani ti je gazetar dhe mos punosh me kontratë pune? Si do të mbrohesh ligjërisht në kontratë pune? Vetëm ky aspekt është punonjës. Ti je në institucion. Nuk ka ligj, dëgjoj mua, ta dëgjoj për nuk ka ligj për gazetarët. Britania e madhe, ky një shumë mirë. Është vërtetur me vite, me dekada. Se nuk është arsimimi, domosdoshmëria, se mund të jesh është vërtetur dhe përfundimisht vetëm një amendament kushtetues ka marrur punë. Përfundimisht ka shkuar një profesion që bazohet tek liria, kur ti fillon i vë ligje për ta... Jo e dini, Anglia sot mbështet vetëm te kodi estetik. Vetëm kodi etik. Ti si as kodi etik edhe ky ligj. Mirë, është tjetër gjë. Po nuk e vetëm kodi etik. Është kodi punës. Dhe kodi punës është shkelur, jo vetëm kodi etik. Gazetarët janë vetë rregulluar. Po pse thonin Unioni i Gazetarëve që është mbështetur mbi kodin e etikës dhe mbi kodin e punës? Për aq kohë sa s'ka kod etike. Kod etike duhet ta dinë vetëm ata që kanë marrë lekët me ne fondacion. Dashka reformua Koli pra. Publicitet dhe rikthehemi flasim për